Pjesë e këtij seriali është edhe Arbnora Ademaj, e cila për në Zoom i dha përshtypjet e saj. Duke njoh veten edhe e di që e du shumë punën edhe i du projektet e mira, projektet interesante dhe sidomos një serial siç ka qenë Usamir, normalisht që nuk u mujt mi thonë jo, absolutisht edhe raportet që kemi me produksionin ndër vite, që kemi bashkëpunu edhe në shumë spektakle tjera, duke fillu prej VIP Shtëpi 2 kur ka qenë atë kohë deri më sot, kështu që një ndjenjë veçantë më ka mungu Kosova që sa kohë, ka vite që jam shkëput edhe mendoj që kam gjetë formën më të mirë me u rikthyer te publiku shqiptar. Apo na tregon Arbnora cila kema qenë në rolet normal, jo me zbulu diçka se ekskluzivitetin e keni ju. Po, roli im do të jetë prezantuesja e këtij reality Usamir, do të jetë një prezantuese interesant goxha. Një prezantuese që ja huq shpesh, por që më shumë mbetet publiku ta zbulojnë, me të vërtet një frym shumë e mirë, një energji shumë pozitive, me ekipin të cilin e kemi, edhe me një regjisor që është Tanxhu Sulejmani, një djalë shumë punëtor edhe shumë strikt. Po ashtu Lira Qela i skenares, Fisnik Veza në produksion, ekipa kasti shumë mirë edhe nuk e di ndoshta deri tani sa kemi punu, në po e shoh që është një frym shumë e mirë dhe besoj që ka më pëlqyer shumë seriali. Semira Latifi ka qenë aktore në disa seriale, por pse vendosi që pas një kohe të gjatë pauzë të shfaqet në Usamir. Po vendos me u rikthy sepse më ka dukur një projekt më serioz. Edhe mu ka bo ftesa, po menojnë që të kur bashkë menoj që jam ashtu jo mush artistikisht edhe kisha pas që me plasu diçka të njëjtë e mu diko. Na flet pak për rolin tënd. Rolin tem, nuk po shfaqe shumë sene, se është epizodi 2 edhe hala nuk e kemi shfaq. Për ndryshe jem një personazh i cili drejton shumë sene, qel dyrt njerëzve, ju krym punë krejtve, kuptohet, me pare, me interes. Është personazh pak i rrept, po është mitësor, është shumë e hapne si tip, punon në ministri, ka sene të tillë. Ismail Kasumi, Klea Sfeqla dhe Lena Berisha për kamerën në Zoom treguan më shumë për përshtatjen në rol. Unë jam Ismail Kasumi, me it fort. Roli im është në këtë format, është analist, që ky format ka të bëje me reality show. Nuk është format si që ka qenë i Usamir, por është i njëjtit produksion, domethënë është një emër. Mendon që do ketë ndryshe prej atyre roleve që jemi mësuar zakonisht më të parë? Ndoshta ka të bëje, ndoshta është veçorie e parodisë. Është sigurisht parodia pak e ka një stil ndryshe të aktrimit, gjanat ma egzageron nga që është normalja. Besoj që plus pjesë tjetër është që jam një analist, që jam frymëzuar prej analistëve të ditëve të sotshme që po i shoh nëpër televizione. Përfaqësoj një gjakuvare Sarandën, që një role nuk është hiç Kleaja, po që shtoj përshtatet rolit në këtë serial, këtë format. A mendon që kemi pas vështirë duke ditë jargonin që e ka Gjakova? Ndoshta pak, po besoj që i përputhemi edhe në disa toleranca të vogla. Okej, apo na tregon pak në lidhje me aktrimin, që shka nisë më bo pjesë e jotja? Kam qenë edhe para 3-4 vjetë dika në një serial tjetër Ajsar. Audienca ati ka qenë ndryshe, po marrë parasysh tas që Usamir veç që ka një bagazh më herët. Besoj që kjo audiencë është tjetër edhe presim me pa durim, s'kemi mjë shkënjë. Knetësi, veç pak të në do bëjë intervjist. Se jena në mes gjyrime për ndryshe edhe tash luke na keni gjetë. Apo më tregon lidhje me rolin tënd? Usamir që ka pas në herë tradit për me pas krejt trevat, krejt qytetet, krejt vendet shqiptare, i ka bo bashkë prap, edhe unë e përfaqësoj Pejen, qytetin tem. Kështu që roli jam është Maka, emrin në rol, edhe jam Pejonka. Për fund nuk ka si të mungoj edhe regjisori këtij projekti. Ky rikthem është veçanti më të madhe ka që jemi dalë prej shkollës. Nuk është më koncepti shkollës, është koncepti në reality showit, po në reality showit për jape si një hint, një reality show parodi. Do me thonë po duke këtë pjesën tjetër me si surpriz, për shkak që parodia është pak edhe ngacmues,
po të shikuesi në epizoda se ku pëmojnë parodin. A mendon që publiku ka më prit edhe mesazhi ka më shku direkt tek ata, sepse me pranu humor të zi, na si popull jemi pak shqetësu. Po, edhe unë në fillim e kom pas atë shqetësim, po faktikisht aty është tamam esenca e prodhimit të një projekti të rëndësishëm. Do më thonë me dërgu mesazhin ku aty duhet, edhe mendoj që publiku është shumë ma i mejtëm se sa menojnë ana që jemi mas kamera.